Të hënën më 2 qershor pritet të zhvillohet në gjykatën e posaçme e Shorti për të përcaktuar treshën e gjyqtarëve që do të gjykojë dosin e njohur si afera Partizani. Në këtë çështje janë të panderu kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, i akuzuar për korrupsion pasiv, si dhe dhënë i Marbër Maltezi. Po ashtu, të pandehur janë dhe 2 ortak biznesmen dhe noterja e familjes Berisha, Andja Pustina. Vendimi i fundit në këtë çështje është dhënë nga gjyqtarja Floriera Davidi, e cila ka dorëzuar të zbardhur të premten vendimin e seancës paraprake, e cila kaloi çështjen në gjykim. Në seancën paraprake, gjyqtarja Davidi ka vendosur që çështja të kalojë në gjykim, duke shënuar kështu fillimin e procedurave gjyqësore ndaj të pandehurve, të cilët akuzohen për një sër veprash të lidhura me korrupsion dhe abuzime me detyrën publike. Në seancën e të hënës do të hidhet Shorti elektronik për të përcaktuar 3 gjyqtarë që do të shqyrtojnë këtë dosje. Sipas rregullave të procedurës, nga ky short përjashtohen 2 gjyqtarë që kanë pasur një rol të drejtpërdrejtë në hetimet paraprake dhe në seancën paraprake, Floriera Davidi dhe Irena Gjoka. Të tjerët që nuk kanë pasur lidhje me hetimet paraprake do të jenë pjesë e shortit dhe mund të emërohen si gjyqtarë në këtë çështje. Çështja do të shqyrtohet nga një komision gjyqtar është përbërë nga 3 persona, të cilët do të vendosin mbi fatin e të pandehurve. Shorti elektronik fillon me përcaktimin e kryesuesit të trupit gjykues, edhe më pas hidhet shorti për të zgjedhur 2 anëtarë të tjerë të trupit gjykues. Një tjetër moment i rëndësishëm është se Sali Berisha është i detyruar të paraqitet në gjykat për të zbatuar masën e sigurisë, detyrim paraqitje që i është dhënë nga apeli i GKK-s. Ky detyrim do të kërkojë nga Berisha që të paraqitet periodikisht para autoriteteve si pjesë e procesit të gjykimit. Ndërkaq, dhëndriti i Marbër Maltezi ndodhet prej vitit 2023 në masën e sigurisë arrest shtëpie, pasi ka pasur dyshime të forta për lidhjet e tij me veprat kriminale dhe përfshirjet me afera korrupsioni. Pavarësisht se ndodhet në arrest, Maltezi do të përballet me gjykatën dhe do të përgjigjet për akuzat që rëndojnë mbi të. Përveç Sali Berishës dhe Marbër Maltezit në dosjen e aferës Partizani janë të përfshirë edhe 2 ortak biznesmen, Xhimi Begeja dhe Fatmir Bektashi, të cilët dyshohen për lidhje të ngushta me personat e përfshirë në korrupsionin dhe manipulimin e tenderve, si dhe për përfitime të paligjshme. Po ashtu noterja Andja Pustina, e cila është pjesë e familjes Berisha, është akuzuar për role të rëndësishme në procesin e firmosjes dhe falsifikimit të dokumentave që lidhen me aferën. Me zhvillimin e shortit dhe fillimin e procesit gjyqësor, ky është vetëm hapi i parë në një rrugëtim të gjatë për zgjedhjen e aferës Partizani. Vëmendja do të jetë e madhe, pasi ky rast mund të ketë ndikime të gjera në politikën dhe drejtësinë shqiptare. Pritshmëritë janë të larta dhe do të jetë interesante të shihet nëse ky proces gjyqësor do të shpërndajë drejtësi apo do të përballet me sfida të mëdha të korrupsionit dhe ndikimeve politike.